Galeria e Tiranës ka hapur dyert për ekspozitën Plisin e Histori, një aktivitet kulturor që i rikthen vizitorët në rrënjët e traditës shqiptare përmes simbolit të plisit. Ekspozita sjell modele origjinale nga zona të ndryshme të trojeve tona, duke evidentuar ndryshimet në formë, përdorim dhe kontekst historik. Mua gjithmonë më ka vëgjepsur kjo pjesa e identitetit dhe veçantisë së plisit, domethënë si një aureol e bardhë, ndoshta ndryshe nga ato të tjerat. Sigurisht që plisi ne kemi dhe në histori, daton shumë pra që nga periudha ilire deri në shekullin le të themi deri në shekullin 19-20 është përdorur, pra deri në momentin e shpalljes së pavarësisë. Jo pa qëllim ne kemi sjellë në muajin nëntor bashkë me stafin e galerisë, sepse plisi duket sikur na kujton pak atë periudhën e le të themi e shpalljes së pavarësisë. Si një nevojë për të ruajtur dhe dokumentuar trashëgimin materiale në një kohë kur elementet e veshjes popullore po braktisen gjithnjë e më shumë, plisi nuk është vetëm një kapel, ai është një shenjë përkatësie historike, i cili vjen i punuar në teknika të ndryshme. Teknika është një pasuri, le të themi, ose një vlerë e shtuar në punimet e mia, sepse po të shikosh nga njëra te tjetra ndryshon si kontrasti, si për shembull ke punime në fibër MDF që i themi ne që është me gdhëndje, pjesa tjetër pastaj e drurit që është prap tamam ai profesioni im sepse unë skulpturës i përkas. Jo më pak pjesa e pikturës, pastaj që jam munduar ta trajtoj sa më, ndoshta nuk jam një penelist aq i mirë, por ama në pjesën le të themi trajtimit modern, grafik, domethënë besoj se kam arritur diçka. Ekspozita Plisi në Histori do të qëndrojë hapur për publikun deri më datën 11 nëntor, duke e kthyer Galerinë e Tiranës në një pikë takimi me traditën si dhe identitetin shqiptar.